Përzieni krip dhe vaj ulliri dhe nuk do vuani kurrë nga kjo sëmundje. Ky është një ilaç i mahnitshëm që do t'ju vinë në ndihmë për lehtësimin e të gjithave dhimbjeve të osteoporozës dhe pas përdorimit të saj nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjet. Domethënë, do të duhet të përgatisni një përzierje me vaj perimesh të parafinuar dhe krip dhe të masazhoni pjesën e qafës dhe shpatullat. Përbërësit janë 10 lugë krip dhe 20 lugë vaj ulliri ose lule dielli. Përzieni vajin dhe kripën mirë dhe vendoseni në një shishe qelçi. Mbylleni atë dhe lëreni për disa ditë. Masazhoni çdo mëngjes pjesën e qafës dhe shtyllën kurrizore për rreth 2 deri në 3 minuta në fillim. Pas përfundimit të masazhit, fshini qafën me një peshqir të lagur dhe të ngrohtë. Çdo ditë të rrisni kohëzgjatjen e masazhit me 2 deri në 3 minuta. Këtë masazh duhet ta përsërisni për 10 ditë. Pas 8 apo 10 procedurash do të vini re ndryshime rrënjësore.